Në studio e jani me sopranon e mirënjohur me famë botërore që ka bërë krenar gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, Ermonela Jaho. Zonja Jaho, unë të përshëndes, falenderoj që je i pranishëm në valët e Radio Ejani dhe këtë intervistë për grupi mediatik të Kinës. Ju faleminderit juve Gasmen për ftesën dhe përshëndes përfitoj nga rasti nëpërmjet radios të përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë që na dëgjojnë, sidomos ata që janë në Kinë tani. Faleminderit. Ermonela, së pari faleminderit pra që gjetë edhe kohën sepse ke një agjendë tepër të ngarkuar, por para pak ditësh jeni vlerësuar si artistja më e mirë e vitit nga çmimet ndërkombëtare të muzikës klasike. Si e ndjeheni pas këtij vlerësimi, edhe pse ju keni marrë shumë vlerësime, por është një vlerësim jashtëzakonisht i madh? Diskutohet. Së pari falenderoj për urimet dhe për vëmendjen, por si profesioniste ka qenë një rrugtim rreth 30 vjeçar si këngëtare operistike në gjithë botën dhe kur jam vlerësime të tilla, ajo nuk diskutohet, ndihem shumë mirë dhe sidomos një kurorëzim i një pune kolosale i bërë për shumë vite. Është një lloj fryti, është frytet e një pune të një rrugtimi të gjatë, mund të them. Por për mua diskutohet, ndjem shumë e lumtur, shumë e nderuar, sepse vlerësimi është bërë nga profesionistë të muzikës klasike ndërkombëtare, por më bën ti them vetes që Ermonela ke ecur në rrugën e drejtë, kam bërë diçka, domethënë gjithë ajo sakrificë, gjithë ajo luftë, sepse ti je artist, duket e kollajt, por nuk është. Dhe është një lloj kurorëzimi, eksakt, është një lloj kurorëzimi, frytet e punës kolosale të këtyre 30 viteve. Dhe ndjem shumë mirë, absolutisht shumë. Si është kjo periudhë e këtij fillim viti për ju, pra në karrierën artistike? Fillimi i këtij viti, si gjithmonë, në këto 30 vjet nuk e di kur është viti i ri, kur janë festat, sepse për mua çdo ditë është çdo ditë, qoftë në për festa, qoftë në fillimi i një viti të ri, etj, më ka gjetur gjithmonë duke qenë në produksione, duke qenë në skenë. Dhe edhe në fillim i këtij viti pikërisht më ka gjetur duke performuar në teatrin Metropolitan në New York, dhe unë kam filluar provat faktikisht që gjatë festave të Krishtlindjeve etj, kështu që është një rrugëtim që i harron festat, i harron gjërat e tjera, domethënë që mund të ketë të jetë e përditshme, por shkon kështu në mënyrë paralele me karrierën time. Po ka filluar shumë bukur, mund të them fillon me këtë çmim, që është diçka që më bën të jem krenare për punën time dhe më gjen akoma në skenë. Unë jam në mes një produksioni këtu në Metropolitan në New York, kështu që ka filluar në mbar, mund të them, dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Sot që keni arritur të jeni në maj të karrierës operistike, çfarë emocioni përjetoni në këtë arritje kaq të shumta në shumë vende të botës? Emocioni është i madh, janë ëndra të realizuara totalisht, mund të them, edhe me një lloj krenarie dhe një lloj shprese, mund të them, si një lloj mesazhi që mund të jetë për të rinjt, sepse karriera ime, ëndra ime filloi në Shqipërinë e vogël, në atë teatrin e operës dhe baletit, kur unë pash operën e parë, që ka qenë Traviata, kam qenë 14 vjeç, dhe nga ai moment në atë sallë, në teatrin e operës dhe baletit në Tiranë, vendosa dhe thash, unë do bëjmë këngëtare operistike, dhe nga ai moment deri sot, mund të them që ëndra ime u realizua dhe ndjem shumë mirë, ndjem e lumtur, ndjem e realizuar në çdo drejtim, dhe ëndra tjera, si thon asaj, nuk kam, të jem shumë e sinqert, por tani kjo etapë e jetës e karrierës time është që të qëndroj në skenë me atë qëllimin për të dhënë diçka të re, për të dhënë një emocion, sepse skena, artisti, po nuk dha një emocion të ri që të
të lidhet me publikun, më mirë të tërhiqet, kur i thënë domethënë. Dhe ajo që është kryesore, të jap eksperiencën time si artiste, dhe sa punë e madhe, sa luftë duhet për të arritur për ato ëndrat që mund të jenë fantastike, por ka një punë kolosale dhe për t'i treguar këtë rrugtim dhe brezit të ri, sepse tani është shumë e vështirë që të besosh, domethënë ëndra është shumë e vështirë, të besosh që çdo gjë, që gjërat e bukura ndodhin, po ndodhin gazmend, ndodhin dhe unë jam një shembull i atill, i nisur pikërisht, nisur nga Shqipëria e vogël me ato gjërat, po me të gjitha ngjyrat si çdo vend tjetër, me vështirësi etj, por që bëjnë një bagazh human që të bëjnë ty një qenie humane më të mirë dhe ke çfarë tregon si artiste, sepse në skenë janë ndjenjat humane të enfatizuara, ndjenjat humane universale që ne këndojmë, dashurisë, sakrificës, vuajtjes, torturës, punës kolosale, janë gjitha ndjenjat humane që i sillen në skenë. Dhe një që mund ta quaj ëndër është të jap eksperiencën time brezit të ri. Kështu që në këtë moment shumë ndihem. Pra duhet talenti, ju keni pas talentin dhe përkushtimi, puna kolosale, pra të bën që është një çelës kryesor i suksesit të një artisti, siç edhe ju keni arritur me vullnet, punë, talent, pra të gjitha këto së bashku. Po, është shumë e vërtetë, sepse gjithë duhet ta kesh një ëndër që mund duket pothuajse e pakapshme, duket pakës surreale ndonjëherë, por duhet duhet të fillosh nga diku, e ta dish ku do të shkosh, por duhet ai për të arritur tek ai vendi tek finishi, për ta përqafuar, ta jetosh atë ëndër, duhet një punë kolosale, sepse edhe talenti gazmend, edhe talenti pa punën ngelet diçka e pa kultivuar. Dhe sidomos në kohën që jetojmë, konkurenca është jashtëzakonshme dhe për vit ke talente të reja nga vende tjera, në vende të ndryshme të botës dhe duhet të gjesh atë hapësirën tënde në këtë vend në këtë hapësirë kaq të madhe ku ka artistë nga gjithë vendet e botës dhe janë shumë të mirë. Ti duhet të gjesh atë, ti bësh vend vetes tënde. Dhe kjo bëhet vetëm me një punë të palodhur, unë e quaj nganjëherë duhet një pasion patologjik që të shtyt punosh, mos tërhiqesh, sepse sidomos në fushën e artit do kesh gjithmonë, jo gjithmonë do pëlqehesh, do kesh rejections, kur i thon mos pranime, mos besime, por duhet kesh ti atë besimin tënd. Është diçka, ai zjarri që ke ti brenda që nuk të lë të tërhiqesh, të tërhiqesh nga ajo që do të bësh. Kështu që puna dhe talenti duhet, por duhet më shumë punë, kur i thonë, po ta vëmë në një peshore, duhet 90% punë, 80% punë dhe 20% talent ose 10% talent. Kështu që puna nuk do të lë kurrë në balë. Ju shkëlqyet edhe me rolin e Violetës në Operën Metropolitan të New Yorkut. Ç'mund të na thoni për këtë sukses tjetër tuaj? Violeta Opera Traviata është e lidhur pikërisht siç e thashëm përpara, është e lidhur me fillimin e ëndrrës time. Traviata ka qenë opera që kam parë në Shqipëri, kur kam qenë 14 vjeç dhe që vendosa të bëhesha një këngëtare lirike dhe me atë pasionin që kemi neve shqiptar ballkanasit, unë ju betova vetes tim për një premtim vetes tim dhe vllajt me cilin isha në atë mbrëmje në Teatrin Operës së Baletit dhe thash, unë nuk do vdes pa e kënduar një herë në jetën time Violetën. Dhe nga i deri tani kthehem në Metropolitan për të disatën herë, po me Violetën, pas shumë vitesh, dhe e këndoj, është Traviata, është Violeta ime numër 305. Domethënë e kam kënduar 305 herë, 305 performances që ku kam performuar rolin e Violetës. Dhe si ndihesh pikërisht është ajo ëndra që është rritur me harmonelën, ajo ëndra që vazhdon. Dhe me një rol ndihem mirë gazmend sepse ndoshta është pak teknike mund ta them, por Violeta është një ndër rolet më të vështira për zërin e sopranos, dhe kërkon një lloj për përgatitje fizike, do të jesh e reta për ballosh, është një maraton që duhet vraposh për 3 orë, kur i thon asaj të dalësh fitimtare, të përmbijetosh.
dhe të rikthehesh këtij roli përsëri mbas shumë vitesh, sepse nuk jam 14 vjeç, 20 vjeç, 30 vjeç, jam afër të 50-ave dhe është ndjen mirë edhe shoh që ajo puna që kam bërë, ajo ëndra që filloi pikërisht aty në Tiranë, fillon po je përjetoj përsëri në një teatr siç është Metropolitan, që është teatri më i madh i operës, dhe është fantastike, por jo vetëm kaq, kjo është nga ana profesionale, por unë ndjeva e lumtur sepse kisha në publik aq shumë shqiptar. Do me thënë, edhe është një lloj mesazhi që nuk ka rëndësi është Armonela, por është dikush tjetër, është një mesazh pozitiv që t'i jep popullit tënd, atyre që ka vuajtur kaq shumë, prindrit, gjyshrit tanë, etj që kanë ardhur këtu në Amerikë, kanë punuar sa e sa breza për t'ju dhënë një mirëqenie, për një jetë më të mirë, dhe t'ju tregosh fëmijëve tu t'jesh krenar për vendin tënd, që ja, një bashkëdhetare e jona është aty në maj, etj. Domethënë janë disa mesazhe që u bashkuan bashk me ata anën time profesionale dhe me anën nuk dua të quaj patriotizmit, po të bashkëdhetarizmit, mund të them. Dhe kjo ka qenë ai emocioni më i fortë që kam provuar në këtë periudhë dhe provoj, sepse kam dhe shfaqjen e fundit mbas 2 ditësh dhe e di që do kem shumë shqiptar dhe të festojmë së bashku dhe duke mbështetur njëri tjetrin, se kjo është ajo që na mungon e shqiptar, të mbështesim njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin, secili prej nesh është unik në atë që bën, po kur e respektojnë dhe vlerësojnë dhe duam njëri tjetrin, bëhemi qenie humane më të mira dhe një popull më i mirë. Dhe kjo ka qenë ajo gjëja më e bukur, më emocionante për mua, më emocionuese në Metropolitan që unë po jetoj me këtë rol. Me një rol që filloi pikërisht në atë teatrin e vogël të Teatrit të Operës dhe Baletit në Shqipëri. Kështu që është një lloj cikli, kur i thonë. Po. Fama ndërkombëtare që keni marrë pra për kaq shumë vitesh, çfarë ka ndryshuar në jetën e Ermonelës? Fama nuk ka ndryshuar ndonjë gjë të madhe. Unë jam Ermonela që kam qenë, shumë kërkuese me veten, Ermonela që bën gjërat siç bën qenjet humane, jetën e përditshme. Kam pakës më shumë përgjegjësi si artiste, sepse më tepër bëhesh me emër, si mund të them, edhe përgjegjësia është më e madhe. Nuk ka ndryshuar asgjë, sinqerisht. Vetmja përgjegjësi që kam është e ndjej përgjegjësinë që kam, që t'jem një lloj shembulli pozitiv, mund të them, për brezin e ri, sidomos për brezin e ri në Shqipëri, që siç arrita unë, çdo kush mund t'i arrijë vetëm nëpërmjet një pune kolosale, pasionit, ato që thamë edhe përpara. E vetmja gjë që është një mesazh që duhet sepse kur ke një lloj emri, ke edhe një lloj përgjegjësie për mesazhet që ne dëgjohesh më shumë dhe ke një lloj përgjegjësie për mesazhin që mund t'i japësh të rinjve sot, sepse çdo gjë është bërë kaq sipërfaqësore, kaq çdo gjë është bërë virtuale, që ndoshta edhe ajo duhet në një farë mënyrë sepse nuk mund të mohosh realitetin dhe tek në të cilin jetojmë. Por është një detyrim im moral, human, për të dhënë këtë lloj mesazhi dhe faktikisht shkoj për vit në Shqipëri. Kjo është fama që mund të them që çfarë më ka ndryshuar, që dëgjohem më shumë, shkoj gjithmonë në Shqipëri për të dhënë eksperiencën time dhe kur shoh talentet shqiptar që spikasin, t'ju jepet një lloj mundësie njohurive që kam unë dhe njerëzit që njoh nëpër botën e operës, është një lloj ti marrësh përdore këta të rinj dhe t'ju tregosh në një farë mënyre rrugën për të realizuar ata ëndrat e tyre, por rrugtimi i vështirë që kërkon, domethënë, ky zanat. Keni pasur eksperiencë në kinë, në skenat operistike të kinës, pra nëse edhe mund na tregoni diçka nëse keni qenë atje dhe keni dhënë koncerte? Po kam qenë në Pekin, nuk mbaj mend para sa vitesh, 4 vitesh, 5 vitesh, nuk mbaj mend, ka qenë me operën Taist në rolin kryesor, kemi ardhur bashkë me legjendarin këngëtarin operistik legjendar Placido Domingo, dhe ka qenë një eksperiencë fantastike dhe t'jem shumë e sinqert, jam habitur kur kemi dhënë intervistat dhe është bërë publikimi
i konferencës shtypit për këtë opera, kam ngelur, do me thëmë pa fjalë, sepse ndër prezantuesit, ndër atë gazetarëve që ishin në këtë konferencë shtypi, kisha gazetar nga Radio Kinës, shqiptar, por kishte edhe kines që flisnin aq bukur shqip. Dhe në një moment, edhe këtë e mbaj mend, s'kam për ta harruar, në një moment thash, okay, e pash, do me thënë, bashkëdhetarin tim që fliste gjuhën time, po të shikoja dikë tjetër, do me thënë që fliste gjuhën shqipe, më kalon pa fjalë, dhe me sa dashuri dhe mirësi, kam qenë mirë pritur nga populli kines, dhe diskutohet nga bashkëdhetarët e mi në Kinë, dhe ka qenë një moment shumë i bukur, edhe aty e kupton që arti nuk ka nacionalitet. Kur flet me gjuhën e zemrës, nuk ka rëndësi nga cili vend vjen, por edhe je i sinqert si artist, do prekësh zemrat e çdo vendi ku je. Dhe kjo ka qenë eksperjenca ime në Kinë, ka qenë një mikpritje e jashtëzakonshme. Dhe unë ndjeva në shtëpi gjë që nuk e prisja, sepse jemi kaq larg, po edhe aq larg nuk jemi, kur i thon. Dhe po ky ka qenë impresioni që kam pasur, kujtim shumë i bukur dhe ka qenë një opera fantastike, Thais që vije për herë të parë, ishte histori, vije për herë të parë në atë teatr dhe publiku shumë entuziast. Ermonela, cilat janë projektet tuaja artistike për vitin 2023? Besoj keni një kalendar të ngjeshur dhe ndoshta jo të gjitha shfaqjet mund t'i dini, pra, sepse viti është i gjatë. Do habiteni gazmen, por shfaqjet i di, sepse jam e programuar këtu e 5 vite që vinë, por të flasim një për 2023. Po e programime ka aq të gjata që të bëjnë ty të ndihesh mirë si artist, okay, por unë e jetoj çdo moment sikur të jetë momenti i fundit, e jetoj çdo moment në 100%, sepse jetës nuk i dihet. Por për sa i përket 2023-shit, filloj tani kam filluar në Metropolitan me Traviatën, me një herë pas Traviatës shkoj në operën australiane në Sydney për të kënduar një produksion tjetër të Adriana Lecouvreur, një opera tjetër ku jam në rolin e Adrianës. Mbas Sydney kam 2 recitale, një në Belgjik, një në Spanjë. Pastaj në Londër me operën Turandot, mbas Londrës në Muni me operën Dialog di Carmelitanes, La Rondine në Zürich, Turandot në përsëri në Paris, etj plus koncerte, por kalendarit nuk i mungon edhe vajtja në Shqipëri, 2 herë do shkoj për të dhënë eksperiencën time masterclass për këngëtarët e rinj. Kjo është 2023. Jemi të mbushur. Unë të uroj sinqerisht të kesh suksese, shëndet dhe shumë suksese, arritjet lartë më lartë në gjitha këto performansa që do të kesh pra në këtë vit në vazhdim. Sinqerisht falenderoj në emër të stafit për këtë bisedë të këndshme, tepër të sinqert për Radio EANI dhe ishte kënaqësi shumë e madhe dhe nder privilegj që të kishim në studio. Edhe unë ju falenderoj nga zemra dhe përshëndetet, ju përqafoj edhe pse nga larg të gjithë ju të stafit të Radios EANI dhe urojmë të takohemi personalisht kur i thonë në studio. Ne ju falenderit shumë.